O njeri me zemrën e lodhur, mos e lësho veten. Zemra jote është në dorën e Allahut. Allahu e dëgjon zërin tënd edhe kur ti nuk flet. Ai e sheh dhimbjen tënde edhe kur ti buzëqesh. Ai e di frikën tënde, ankthin tënd, dhimbjen tënde. Mos u dorëzo, sepse ai që të sprovon është i njëjti që do të sjellë lehtësimin dhe shërimin.